për eskortat ç'a mendimi ke? Për këto kurva thuati që mbredhin kështu me grupe, unë i kam dëgjuar dhe ato, kam parë dhe nga ato që kalojnë atje tek lagja jonë. Ku e ke lagjen? Aty te Shallvaret. Te Shallvaret. Kalojnë. I kam parë. Do shkoj prap tek masonët. Ata kanë kishë sërish? Janë absolutisht ata. Ata janë frymëzuesit, nxitësit dhe financuesit e tyre. Dhe shturja unë frymëzua dhe unë nxit nga ata. Me mbështetjen kriminale të pushtetit politik në Shqipëri. Eskortat janë me mbështetjen kriminale të pushtetit politik në Shqipëri. Se nuk janë vetëm kurvat e vendit, kanë sjellë kurva dhe nga jashtë. Nga Brazili, nga Kolumbia, nga Venezuela, nga s'kanë ardhur. Pra u intereson kjo shturje atyre që qeverisin dhe që grabisin taksat dhe parat e shqiptarëve. Është politike, mos e quajni eskorta një grup kurvash. Jo, janë të organizuara dhe të instruktuara në mënyrë perfekte për të kryer atë detyrë që kryejnë. Këto dashurojnë, si mendon? Din të dashurojnë? Ato? Jo, ato me thëmë dashuri s'bëjnë. Ato bëjnë kurvëri, jo dashuri. Duhet të ndajmë kurvërin nga dashuria. Ajo që dashuron një djalë e merr dhe ikën mbaroi puna. Ose ai dashuron një vajzë e merr dhe ikën mbaron puna. Ato janë thjesht punëtore seksi quhen në Greqi. Në Greqi quhen punëtore seksi. Në Greqi është legalizuar. Janë të legalizuara, kanë prostitucioni, po. Kanë shtëpit publike, po, dhe janë të kontrolluara nga shteti me licencë, me kontroll mjekësor etj. Këtu nuk merret vesh, nuk njeh qenit Zotin dhe këta ç'bëjnë për të treguar të ndershëm dhe me personalitet, me der politikanët shqiptarë, se po e them kështu të pacipët, në vend që ta legalizojnë atë problem dhe duhet legalizuar, sepse praktikisht jeton, funksionon. Do apo s'do ti funksionon, eskorta dhe kurvëria funksionon. Këta nuk e legalizojnë me qëllim që të përfitojnë këta. Të përfitojnë vetë nga puna e tyre dhe nga parat që nxjerrin ato. Se ato parat që nxjerrin u japin tutorëve dhe tutorët pastaj vënë shkallë deri te kreu.